4 shenja që mund të marrin një mundësi përpara këtë fundjavë. Jo të gjithë do ta ndjejnë këtë. Por për disa shenja, kjo fundjavë nuk është thjesht pushim. Është momenti ku një derë hapet pa paralajmërim. Një mesazh, një ide, një takim i papritur, mund të jetë pikërisht ajo që ndryshon rrjedhën. Problemi është ky. Shumë njerëz nuk e kuptojnë kur u vjen mundësia. Ata e injorojnë sepse nuk duket si para. Por për këto shenja, nëse janë të vëmendshme, mund të kapin diçka që nuk vjen shpesh. Demi. Kjo fundjavë sjell një lëvizje që nuk lidhet drejt për drejt me para, por që mund të të çojë pikërisht aty. Një situatë që duket e zakonshme mund të japë një ide ose një kontakt që në fillim nuk të duket shumë i rëndësishëm. Nëse e kalon pa i kushtuar vëmendje, mund të humbasësh një mundësi që nuk përsëritet shpesh. Nëse ndalon dhe analizon, mund të kuptosh që ka potencial real për përfitim. Nuk është një ofertë drejt për drejt, por një rrugë që hapet gradualisht. Një vendim i vogël që merr tani mund të ndikojë në një mënyrë që nuk e kishe menduar më parë dhe të çojë drejt një mundësie më të madhe. Luani. Një situatë që lidhet me një bisedë ose një propozim mund të vendosë përballë një mundësie që nuk duket e madhe në fillim. Dikush mund të japë një sugjerim ose një ide që nuk duket menjëherë si diçka me vlerë. Nëse e injoron sepse nuk është ajo që prisje, mund të humbasësh një drejtim që ka potencial real. Nëse ndalon dhe e sheh më me kujdes, mund të kuptosh që kjo është një mundësi për të bërë diçka ndryshe nga zakonisht. Një reagim i zgjuar në këtë moment mund të çojë drejt një përfitimi që nuk ishte i dukshëm në fillim dhe të japë një avantazh që të tjerët nuk e shohin. Ujori. Një ide që vjen papritur mund të jetë pikërisht ajo që hap një rrugë të re për ty këtë fundjavë. Nuk është diçka që e ke planifikuar, por një situatë që lind spontanisht dhe të shtyn të mendosh ndryshe. Nëse e refuzon menjëherë sepse nuk është pjesë e planeve të tua, mund të humbasësh një mundësi që mund të çojë drejt përfitimit. Nëse ndalon dhe analizon, mund të kuptosh që kjo është një nga ato momente që ndodhin rrallë. Një vendim i marrë me hapje mendore mund të të ndihmojë të shfrytëzosh një situatë që të tjerët nuk e marrin seriozisht. Britsjapi. Një situatë që lidhet me punën ose përgjegjësitë mund të marrë një drejtim që nuk e kishe menduar dhe kjo mund të hapë një mundësi për përfitim. Një detaj që zakonisht do e injoroje mund të bëhet pika ku fillon diçka më e madhe. Nëse përpiqesh të mbash gjithçka njësoj dhe nuk e vlerëson këtë moment, mund të humbasësh një mundësi që kërkon vëmendje. Nëse ndalon dhe analizon me kujdes, mund të kuptosh që kjo është një situatë që mund të çojë drejt një përfitimi real. Një vendim i menduar mirë mund të japë një drejtim më të qëndrueshëm për vazhdimin. Nëse kjo video lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh me një like. Shkruaj në koment fjalën para nëse mendon se kjo mundësi është për ty. Bëj subscribe dhe aktivizoj njoftimet për të mos humbur asnjë video. Dhe mos harro ta shpërndash me dikë që duhet ta shohë këtë.